Vijon plani operacional policor i koduar hapësirat publike kundër shfrytëzimit të kundërligjshëm të hapësirave në Lushnjë. Evidentohen 3 raste të shfrytëzimit të hapësirave për aktivitete ekonomike të paregjistruara. Vijnë në hetim 3 autorët e paligjshmërisë. Në vijim të kontrolleve dhe verifikimeve të kryera në kuadër të operacionit hapësirat publike, me objektiv evidentimi dhe ndëshkimin e rasteve të zënjes dhe ose shfrytëzimit të hapësirave publike ose private në kundërshtim me ligjin, shërbimet e Komisariatit të Policisë Lushnjë referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasit AS, 34 vjeç dhe RK, 29 vjeç, banues në Lushnjë, pasi në lagjen Savër kishin pushtuar 2 hapësira publike, të cilat i shfrytëzonin si subjekte për shitblerje automjetesh, aktivitet të cilin nuk e kishin regjistruar te organet tatimore. Gjithashtu u vu në hetim shtetasi AH, i cili shfrytëzonte një hapësirë në lagjen Gafur Muça, si vend parkim automjetesh, aktivitet të cilin nuk e kishte regjistruar te organet tatimore. Plani operacional hapësirat publike vijon, thuhet në njoftimin e policisë. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Fierit për veprimet të mëtejshme.